Gjala, Ac. E lexova mirë, pëse? Siç e ka shkruar, siç ka dashur ta thoshte zotëria që ka dërguar mesazhin. Viktori nga Vareza na thotë është turp i madh për një emigrant të madh që punon Perëndim dhe të votoj për fëmijët e komunizmit. A është vallë? Pastaj kjo historia e turpit, ç'ne Shqipëria me turpe me gjëra. Mirëmëngjes Flavio. More, çfarë po bën ky Qimpeka? Po i lutem, mos më në emision njerëz që presin, aman mos nga këta. E kuptoj, njëri më çon voice. Çfarë ti bëj voice-eve? Si ti dëgjoj live, mirëmëngjes Flavio, në Tropoj ka ardhur Eduard Shalci. Tropoja ka djem, vajza, burra, gratë, shkëlqyra. Çka na duhet ne Shalci? Do vjedhi më bukur ky. Se tini çfarë vjedh me ka Shalci është. Dhe e thotë e bën e mban, nuk ka llafe. Të vjedh Shalci që rrezikas as bjeshk nuk keni më kur të marrë punë Shalci. Me atë stil që ka ai. Mirëmëngjes Flavio, nuk e di se çfarë fushate do bëj PS-ja kur gjysma është në burg. Nuk e di ky popull është ose voton këtë vetëm populli nuk është, por është një tuf pendeli që admiron diktatorët dhe i pëlqen sklavërimin, na thot Leo. Agresiv Leo. Flavio, mirëmëngjes, ditë mbar do të flas për Mister Mashtrimin Tepsin apo Timonin. Çfarë vota shkërkon ai nga diaspora? Ai që u thon me charter, me çmim më të lirë se aeroplani publik, ai që nuk ka dhënë llogari asnjëherë për lekët e shqiptarëve që ka bërë shkumblla, apo të flasim për Beketin, apo për Verën, apo për popullin që flet me vete, apo ai adoleshenti 2 metrosh të shikoj veten pasqyrë me siguri do trembet dhe do thuj pasqyrën. Prandaj bëthirë votojmë dhe ta shporrim këtë anti-shqiptar. Dakord. Ndërkohë mirëmëngjes, o djal. Fushat elektorale tek ne shembushur me paradokse. Brekushi bën fushat me Timon e Tepsi në të shkuara me mendimin e manipulimit votuesve ruan pushtetin. Me këtë melodi po duket se vazhdon edhe këtë radhë. Po kishte një batutë shumë brillante gjen zburimi i nga Franca. Ka bërë një gabim strategjik Rama thoshte që mendon se mund të funksionojë prapë kjo se kur i funksionoi edhe parë kishte një çik Sorosin, çik Amerikën, çik Europën gjithë në xhep tash. Nuk e kam. Me këtë melodi duke se vazhdon edhe këtë radhë me batuta demode, unë e vlerësoj opozitën se po shpëlos programin prej disa javësh. Megjithatë shohim si të shkojnë punët në vazhdim, na thot Abazi nga Tirana. Abaz, po. Tash gjithë qefi është ta vën bastin para se mrapa e dimne, kush fitoi shohim me transmetimin. Vazhdojmë me mesazh tjetër. Mirëmëngjes Flavio, si duhet të jetë fushata zgjedhore, duhet të jetë e fuqishme, deputetët dhe kandidatët për deputet do të trokasin në çdo shtëpi. Shpalosin programin jo vetëm për mitingje, të bëjnë një luftë fortë me kundërshtarin politik duke treguar të gjitha mosarritjet dhe përmbushjen e programit të qeverisës të partisë në pushtet. Nuk duhet të merren me individët për të vëzhguar punimet që bën qeveria dhe bashkitë në fushat në kundërshtim me ligjin dhe të denoncojnë institucione, SPAK dhe Europë. Dakor, të vazhdojmë telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio. Mirëmëngjes, zotëri. Po. E dirama në gjona për janë. Ua, pas të këshumë? E dirama. Në 2013 ka premtuar shumë gjëra. Ka premtuar